Një mbrëmje e veçantë shpirtërore u zhvillua në ambientet e sapo restauruara të xhamisë së Plumbit në Shkodër, e cila u kthye në një qendër reflektimi dhe edukimi për rreth 300 nxënës, mësues, imam dhe prindër. Kjo ishte mbrëmja e parë e këtij lloji pas restaurimit të këtij monumenti të çmuar të trashëgimisë fetare, kulturore dhe historike shqiptare. Aktiviteti me temë Në hijen e trashëgimisë son u organizua nga Myftinia e Shkodrës me pjesëmarrjen e nxënësve nga Mejtepe dhe kurse të ndryshme fetare, duke sjellë në vëmendje vlerat e fesë islame dhe rolin e trashëgimisë në edukimin e brezit të ri. Edhe kështu si është transformuar sot vakëfi i xhamisë së Plumbit, është një mrekulli që për ne është një anër e banë realitet. Edhe teksa po ndigjoja hoxhen e dashtën duke lexuar ato pjesë të Kuranit famlar, ndoshta dhe ju e vut re se disa zogj e shoqëronin në kthimin e tij. Edhe më kujtu Hazreti Daudi alayhis salam, që kur lexonte Kur'an edhe zogjt naleshin dhe me cicërimat e tyre e shoqënonin këndimin e Kur'anit. Hepinize sizde Uroj që kjo xhami të jetë për hajër për ju, për banorët e Shkodrës dhe për gjithë shqiptarët. Ajo që kërkojmë prej jush është vetëm lutje dhe dua për vëllezërit muslimanë në Turqi. Të nderuar vëllezër dhe motra, xhamit nuk janë vende vetëm për adhurim. Gjithashtu ato janë qendra edukimi dhe arsimimi për rinin, për kulturën dhe për të ardhmen. Mbrëmja u mbyll me vizita në ambientet historike të xhamisë së Plumbit, ku nxënësit dhe prindërit patën mundësi të njihen më nga afër me historinë dhe simbolikën e kësaj xhamie unike në Ballkan.